Shkolla Profesionale Shërbime në Korçë zhvilloi aktivitetin Një ditë në profesion, një iniciativë që kishte për qëllim të afronte vajzat me botën e profesioneve dhe fuqizimin përmes arsimit profesional. Aktiviteti mblodhi bashkë nxënëse të klasave të 9-ta dhe nxënëse të shkollës profesionale. Gratë të suksesshme në fusha të ndryshme profesionale ndanë rrugtimin e tyre sfidat dhe arritjet, duke ofruar modele konkrete për vajzat që ndodhen përpara zgjedhjes së rrugës së tyre arsimore. Orientojmë të rinjtë dhe në veçanti vajzat drejt profesioneve, për t'ju treguar se sa i rëndësishëm është profesioni, për t'ju treguar se sa të afta janë vajzat të ndjekin një profesion të caktuar, duke nxjerrë në parë të gjitha përfitimet që ka një vajzë duke qenë profesioniste. Një prej nxënëseve të kësaj shkolle tregon se ka bërë zgjedhjen e duhur. Sot ka ardhur koha e profesionistit. Mund të bësh edhe 30 vite shkollë, por nuk mund të vlerësoj askush, se sot vendet e punës, qoftë për mësues, për mjek, janë bërë shumë të vështira. Ndërsa këtu merr një profesion dhe e ke tëndin. Dhe kudo që të shkosh ke dyert të hapura. Aktiviteti është cilësuar si frymëzues edhe nga nxënëset e klasave të 9-ta. Ky takim ishte tepër i vlefshëm dhe gjithkush nga ne i mori një mesazh dhe ndoshta e bëri zgjedhjen e tij se ku mund të vazhdoj. Pra, kjo shkollë është tepër e vlefshme për dikë që ka një pasion ose edhe dëshiron të vazhdojë më tej për diçka të caktuar. Ndërkohë, njëra nga profesionistet e ftuara që punon në fushën e bujqësisë theksoi se është koha që vajzat të eksplorojnë edhe ato profesione që shpesh shihen si mashkullore. Bujqësia të ofron mundësi punësimi, të ofron të jesh në ndihmë të fermerëve, t'ju japësh atyre teknologji të reja, t'ju flasësh për të mirat që ata sjellin nga bujqësia. Një ditë në profesion u kthye në një ditë reflektimi dhe motivimi, duke sjellë më afër vajzat me mundësitë që ofron arsimi profesional.